7 lek. Kaq. E ka me në të gjitha për llogaritjet. Mund t'jetë dhe më lirë. Por unë po them 7 lek. Për biznesin, do jetë 6 lek. Do jetë 3 herë më lirë. Pronar të përdjekurit, brenda mandatit parë do të marrin çdo dëm shpërblim, çdo rikthim, çdo kompensim që ju takon. Pra ne shkojmë vërtet koalicioni më i gjerë në histori, pa ma shkojmë me programin më të mirë që ka njohur Shqipëria ndonjëherë në ekzistencën e saj. Këto janë bazat. Pas gjithë këto, ne nuk mund të bëjmë hapin tjetër. Hapin e madh, Made in Albania. Tani nuk jemi më njerëz të izoluar, po në tërësi kemi patur mundësi të shëtisim, ose të kemi qenë në emigracion, ose të njerëzit tanë, pra e njohim pak a shumë. Kudo që shkoj dhe kudo që kam shkuar, unë një vend të begat me pasuri natyrore si Shqipëria nuk kam pa. Jo, nuk kam pa. Ka një problem që e ka me kimet tokën. Tokën fush e ka me kimet. Po Shqipëria toka tjera në kodra dhe male i ka po kaq pjellore. Shqipëria është tokë e bekuar, nuk ka tokë më pjellore. Nda dhe ne do bëjmë gjithçka që prodhimet bujqësore dhe prodhimet të saj, Made in Albania të mbushin dyqanet e Shqipërisë dhe të eksportojnë në botë. Shqipëria ka rezerva botërore, kromi, nikeli, heku nikeli, bakri, e të tjerë. Ku janë? Ku janë? Flenë, vidhen nga mafia, keq përdorën nga mafia. Një sipërmarrës i suksesshëm. Më dërgoi dje një emision që BBC kishte përgatitur për mirën e kromit që shfrytëzon. Kromi më i pasur në planet e cilësonte atë krom. Çfarë më thoshte? Zoti Berisha, trau i Kalimashit më kushton në muaj 750 euro për kamion. A kuptoni se ç'bëhet këtu apo jo? Plus tjetra dhe faktikisht falimentim. Jo, mor zotri, ne do bëjmë gjithçka që pasurit natyrore të këtij vendi të shtrohen në mirësi për qytetarët shqiptarë. Të nxirren, të zbulohen, të nxirren, të përpunohen në vend. Dhe Made in Albania do të jetë krenaria jonë kombëtare. Nuk po ndalem në tjera. Shqipëria ka fushën e nafës më të madhe në botë të tokë. Onshore. Ka rezervat të pakrahasueshme. Por miq, në qoftë se ka një pasuri të pakufizuar Shqipëria, e ka në fushën e energjisë. E ka në fushën e energjisë. Ne jemi vendi me ditët më të shumta dielli në rajon. Dhe vendi që nga energjia diellore kemi gjithsej një prodhim për 5-60 megawatt. Merë fund kjo. Panelet solare, me investim të qeverisë dhe bankave, do mulojnë qatit e çdo shtëpie që i zoti shtëpisë dëshon t'i instalojnë.